As kandidati për kryeministër, zoti Haradinaj, kjo tregon që nuk ka qenë lojë afer. Nuk po presim me mështi në ato numrat që i bojnë partitë politike, me aty po të paktën kandidatin për kryeministër me shtim me votu. As atë nuk e ka bu. Edhe kjo tregon që loja nuk ka qenë fer. Edhe kjo tregon po ashtu që Fatmir Lima ose Nisma në këtë rast nuk rrezikon me shku në zgjedhjet jashtëzakonshme. Sepse shkuja në zgjedhjet jashtëzakonshme mund ndikoj që kërkush mos ta merr Nismën në një koalicion. Që që kemi marrë në këtë rast, ose që ma herët ka ndodhur. Edhe Aleonca mund vetë me kalu progur? Po, dyshim që po. E pse ku e bazon që ose për mush një rrezik është double rrezik. Unë mendoj që Nisma në Aleoncën e ka dëmtu. Jo, edhe në numrin Unë mendoj që jo mendimi jam. Gjavet numrin 2 të Nismës. Edhe se do një argumente, i kam edhe argumente. Sepse numrin 1 ka marrë vota gjithandaj edhe të AK-s. Po nuk i kam analizuar sikur ti po. Unë e kam analizuar detaje. Numri 2 i Nismës, për shembull, ka diku 12.000 vota. Pra në rast se Nisma i pas ka pru këto 12.000 vota, si supozim, edhe pse unë mendoj që shumë pak ka pru, sepse edhe vota në Malishev ka vota dhe AK-ja që ka pas vazhdimisht, edhe Nisma për pas Malishevës nuk është që ka pas rritje, madje në plot komuna ka pas zvogëlim të votës. Kështu që çato 10.000 vota pe marrin një supozim që janë të Nismës që kanë ardhur në AK, na jemi diku 67.000 vota, hiç 10.000, jemi pas 7.000. Progu për me kalu, vetëm të zgjidhje, mendon që ka qenë 45.000 vota. Pra na jemi shumë se progu. Është mendimi jemi, sepse na jemi me qendër për shoqëri civile. Është mendimi jemi, jo Nismës. Po mas poku intereson ose ka interes në këtë fazë Aleonca me shumë zgjidhje sepse unë menoj edhe besoj që nëse shkon e vet me rrezikon me kalu provë. Jo, më çfarë. Ja disa argumente, mund të kem gabim, po ashtu është sepse Gjavet je politolog. Ke studiu pak, tash në këtë fushën tonë bën analizë njëri. Edhe në analizën e seshë, AK-ja qeverisë në 5 komuna. Edhe qeverisja... Ka qeverisja dhe para 9 shkurtit pikrisht. Po ka dalë mirë, prapë. Ku ka dalë mirë? Në këtë komuna ku qeverisë nuk është që ka dalë. Ka dalë mirë, po sa shkoj 9%, sa shkaj 7.2%, apo sa mëse ka trej. 7 sa ka shku %? 7.9. 7.09. Po, 7.09, bashk së bashku dhe me Nismën. Nisma, them çka doj, Malishevën e ka të blindume. Pse se ka të blindume? Ja, ka të blindume. Jo. Po e ka sepse ata e votuan me shumicë komplet kandidatëve vet, ata i dojnë Nismën edhe muhabeti. Po tash ato 8.000 vota edhe që kanë dallimin. Po dil ka qenë jo demokratike, çu keni thonë ju po Skënderoj. Artan. Po dil ka qenë shumë jo demokratike. Po është demokratika jo, po jemi ti thonë që shosh. A përshë që ju funksiononi mon ku të motën po mbien keq mua, ai keq o tjetër. Të më kurën po mbien mirë i mirë.